Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit që po ndodhin në ferma VIP dhe sidomos rreth largimit të padrejtë të Sorginit. Sorgini, për mendimin tim, nuk ka thyer ndonjë rregull, sepse nuk është një kërkesë e kërkuar nga vetë Sorgini. Produksioni ka nxjerrë një video për ta argumentuar çështjen, arsyen pse është larguar, por mua nuk më duket e drejtë. Do të më dukeshte e drejtë në qoftë se Sorgini gjatë ditëve do të kishte kërkuar një të afërmin e tij që t'i sillte një informacion, okej, më duket e drejtë, por nuk më duket e drejtë kur Sorgini është duke ndenjur në shtëpi, është në përobore, dhe si e dit ka ai zotëria që Sorgini është jashtë në ato momente, si e dit ka ai zotëria që Sorgini është pikërisht e vila, më thënë duket pak e pa logjikueshme mua, se nga e ka kuptuar ai personi që ka bërtitur Sorgin, se Sorgini është pikërisht e vila, aty afër dhe duhesh t'ja japim informacionet, edhe pse kamerat nuk ishin të fokusuara në atë moment e Sorgini, por si ferma VIP 1, si tjetra ishin të fokusuara tek vajzat të cilat e bënin grimin. Tashi, më duket pak një tradhti, me thënë drejtën, nga ana e produksionit. Se vetë logjikën ta përdorim, Sorgini, kush gjitha ajo fermë, gjitha ajo hapësirë e madhe, do me thënë që është aty, si mundesh ka ky person nga jashtë, i cili pas ka dhënë informacione, të jetë aq korrekt me destinacionin, ku aty nuk duket, do me thënë edhe jashtë pemëve, nuk duket brenda në oborin e fermës. Do thënë si e pas ka studiuar kaq mirë ai situatën, kur ai s'kishte asnjë lloj lidhje ku ta ndiqte Sorginin. Më thënë duket pak e pazakont. Mua kjo gjë më duket pak e stisur nga ana e produksionit, që kanë bërtitur, normalisht kurreshtja të shtohet, ka patur dhe kështu raste, për shembull në Big Brother, që kanë bërtitur o Luis, mbani mend ju shumë bukur, por produksioni nuk merrte masa të tilla, thëriste nga produksioni që banor futuni brenda, kaq ishte. Kaq ishte. Sorgini nuk ishte një banor i cili nuk kishte informacion. Sorgini nuk ishte një banor i cili kishte hyrë që nga dita e parë. Sorgini e dinte shumë bukur që Mimoza kishte forcën më të madhe. Sorgini e dinte shumë bukur se Mimoza ishte më e preferuara jashtë, por Sorgini nuk e përdori këtë kartën, ai u treguai sinqert, dhe unë mendoj që e gjitha kjo gjëja ishte që të shpëtonin fermerët e tjerë që ishin pak më të fortë se Sorgini, të shpëtonin Zhakun, të shpëtonin Sarën, dhe jo më kot, do me thënë përzjodhen që Sorginin ta përjashtojnë nga ferma. Unë kështu e shoh këtë ngjarje, do me thënë thjesht Mimozës po ja kpusin krahët dhe shpëtojnë fermerët e tjerë. Mua nuk më duket që personi që ka dhënë informacion ka qenë njeri i Sorginit.